Emblema e vushtrisë do të mbetet për herë i tillë, i pavdekshëm. Vëllezër e motra, ky është ai burr që na mbushi depot e para akoma pa filluar lufta. Nuk është e lehtë të flas sot. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj dhimbjen e këtij viti pa prindin tim Ganimeri. Si djemt e tij, unë dhe Visari e ndjejmë jo vetëm si detyrë, por edhe si mision të jetës tonë ta bëjmë gjallë kujtimin e tij. Lavdi i jetës dhe veprës tonde, komandante imi përjetshëm Ganimeri. Ganimeri, një emër që u bë simbol i guximit në luftë dhe i humanizmit në paqe, u përkujtua me madh dhe nderim në përvjetorin e parë të ndarjes së tij nga jeta. Si komandant, ai la gjurmë të pashlyeshme në historinë e vendit, ndërsa si njeri fitoi zemrat e të gjithëve me përullsinë dhe dashurinë për njerëzit. Me aktivitete përkujtimore të organizuara në bashkëpunim me komunën e Vushtrisë, djemtë e tij Visari dhe Arjani po e ndërrojnë figurën e të atit duke treguar se kujtimi dhe vepra e Ganimerit vazhdojnë të jetojnë në zemrat e njerëzve. Në Akademinë Përkujtimore morën pjesë shumë figura të njohura. I tham lamtumirën e fundit njeriut i cili tërë jetën dhe veprimtarinë e tij ja kushtoi familjes dhe ardheut. Sot jemi mbledhur ta përkujtojmë me respekt, me dhimbje, por mbi të gjitha me një krenari të paharruar komandantin e batalionit të 4 të zonës operative të Shalës Brigada 141 Mehuka, komandantin Ganimeri. Vërtet, komandanti ishte shumë unifikues, ishte një figurë që diti t'i ofroj, t'i mobilizoj, t'i unifikoj, t'i respektoj të gjithë, andaj edhe kjo audiencë që sot është prezent këtu për ta nderuar veprën dhe shembulltyren e tij e reflekton po atë përbërje. Komandanti kishte vetëm një qëllim, e donte atë dheun e lirë, e donte atë dheun e zhvilluar, e donte atë dheun shumë të fortë dhe të fuqishëm, e donte atë dheun dhe këtë popull Zot në shtëpinë e tij, prandaj edhe ju përkushtua me tërë jetën e tij, nuk kursej asgjë. Unë pata fatin që ta njihja komandantin dhe të bashkërrugtoja me të bashkëpunojmë me të. Ishte vërtet njeri i afërt, ishte vërtet njeri fjalë pak, ishte vërtet njeri i veprave të mëdha. Andaj le të jetë shembulli i komandantit Ganimeri një rrëfyes për ne dhe për brezat që vinë. Të jemi përnjët mirënjohës për shërbimin që ja bëre atë dheut dhe për lirinë që ja solle vendit tanë. Emblema e Vushtrisë do të mbetet për herë i tillë, i pavdekshëm. Lavdi jetës dhe veprës të komandant Ganimerit. Familje i meri mbi dhimbjen, mbi mallin të qëndroi krenaria. Ganimeri la një trashëgimi shumë të fuqishme. E la atë dheun e lirë, ju la shumë miq dhe shok. Ju falenderoj shumë juve që me besnikrinë më të madhe po njekni shembullin e komandantit Ganimeri. Lavdi jetës dhe veprës e komandant Ganimerit. Falenderoj. Dashura familje Ganimut, ju djem që jeni krenar për baban tuaj, ti bashorte, ti është krenare për Ganimun, se çfarë bashorti ke pas. Ju vëllezërit e Ganimut, kokën lartë e më lartë, sepse tek ju shohim fytyrën e Ganimut.
vëllezër e motra, Ganiu nuk është vetëm i Bushtërisë, nuk është vetëm i Kosovës. Mua nuk më njoftuan që unë do po i paraqitje. Unë erdha të vendos lule të freskëta mbi shokun e luftës, mbi bashkëluftari, po jo dhe të t'ju drejtohem ju. Nderuar pranishëm, ju organizator, ju kryetari komunës, ju që merreni me artin e luftës, më duk se pak e cënuat zemrën e Ganiut. Ganiu është flamur në Universitetin Shqiptare në Maqedoni. Ganiu është flamur në flamurin shqiptar që val vitet i lirë në Maqedoni. Ganiu është djerma e alfabetit të manastirit që sot flitet e shkruhet në të gjitha hapësirat shqiptare. Vëllezër e motra, ky është ai burr që na mbushi depot e para akoma pa filluar lufta, sepse ky dilte nga lufta dhe e dinte se çfarë është lufta, dhe se mjetet e punës mase të domosdoshme ishën dhe tër shalën bashkë me Mustafën i futën në veprim dhe ne shpinën e kishëm të ngrohtë se vllau Ganiu në rrinte pranë në 24 orë me frenizim. Nuk është e lehtë të flas sot. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj dhimbjen e këtij viti pa prindin tim Ganimeri, por sot jam këtu. Jo vetëm si djali i tij, por si zëri i gjithë familjes që e ndjen mungesën çdo ditë, dhe si dëshmitari i jetës së tij që nuk ishte thjesht jetë, por një mision. Babai im nuk ishte vetëm komandant. Ai ishte zemra një qëllimi të madh. Me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe vizion të qartë, ai ishte një nga themeluesit e UÇK-s në zonën e Shalës dhe ndër të parët që e kthyen zemrimin në organizim dhe idealin në lëvizje. Luftoi me zemër dhe me besim të palëkundër në fitoren e lirisë, duke u bërë një nga komandantët më të suksesshëm në rrugën drejt çlirimit. Sot ai nuk është më fizikisht me ne, por liria që ne gëzojmë është pjesë e trashëgimisë që ai dhe shokët e tij na lanë pas. Shumë prej jush e njohin si luftar, disa si bashkëpunëtor, disa si mik. Unë pata fatin ta njeh si baba, i drejt, i fortë, por i butë me ne. Një njeri që kur nuk e ngriti zërin, por e ngriti moralin. Një njeri që nuk e donte zhurmën, por e bëri zhurmën më të madhe me veprën e tij. Pas luftës nuk u ndal. Punoi për shtetin, për shokët, për familjet e dëshmorëve e për çdo njeri pa dallim. Ai jetoi për të tjerët. Dhe tani që nuk është fizikisht me ne, jeton përmes nesh. Si djemtë e tij, unë dhe Visari e ndjejmë jo vetëm si detyrë, por edhe si mision të jetës tonë ta bëjmë gjallë kujtimin e tij. Ta çojmë përpara emrin e tij, t'i ruajmë vlerat që na la dhe të punojmë çdo ditë për të bërë sa më shumë se ai. Baba, ti ke ikur në përjetësi, por mos mendo mër burr që me vete do të na marrësh kujtimet dhe veprat e mira që ke lënë pas. Sepse sa herë që të flitet për guximin, do të kujtojnë shokët e tu të luftës. Sa herë që të flitet për humanizmin, do të kujtojnë njerëzit që i ke ndihmuar. Dhe sa herë që të flitet për dashurinë, do të kujtojmë ne familja jote. Edhe një herë, në emrin tim dhe gjithë familjes i Meri, ju falenderoj me zemër për praninë, respektin dhe për çdo fjalë të mirë që keni ndarë për babain tonë. Lavdi jetës dhe veprës tonde, komandanti imi përjetshëm Ganimeri. Faleminderit shumë, Zoti ju i gjallë.